Sheshi parabashkisë Shkodër u mbush me atmosferë festive dhe motive kuqezi, ku u zhvillua edicioni 18 i lojrave popullore fest. Ky aktivitet tradicional mblodhi bashkë përfaqësues nga treva shqipfolse, duke sjellë lojra, muzikë dhe motive kulturore që ruajnë gjallë trashëgiminë brez pas brezi. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe nënkryetaria e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza, e cila përshëndeti pjesëmarrësit dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të traditave. Ajo u shpreh se Shkodra, si qendër e kulturës dhe historisë shqiptare, ka një rol të veçantë në mbështetjen e aktiviteteve që japin jetë identitetit kombëtar. Tashmë, shndruar një traditë, ky edicion sjell përrisi shumë miq të ftuar që marrin pjesë ndoshta për herë të parë. Si filloi dhe siç ka kaluar e gjithë periudha e verës në këtë shesh festiv përpara Bashkisë Shkodër, me pjesëmarrjen e të shumta trupave artistike që kanë demonstruar artin e tyre dhe dashurinë për Shkodrën, gjë të cilën ne e çmojmë dhe e vlerësojmë dhe ju urojmë të gjithëve edhe mirë se vini, edhe mirë se të na vini sërish gjithmonë me promovime të reja, me emocione të shumta, të cilat ne si Shkodër dhe si bashki i dëshirojmë edhe i promovojmë vazhdimisht në funksion të argëtimit të njerëzve, por edhe të promovimit të turizmit për qytetin tonë. Lojra popullore fest është tashmë një traditë edhe dorë, e cila tashmë edhe me mbështetjen e Bashkisë Shkodër synon të sjellë me pranë komunitetit shqipfolës dhe të përcjellë vlerat e tyre te brezat e rinj, duke e kthyer Shkodrën në një pikë takim të rëndësishëm të kulturës shqiptare.